El Toro Martinez, Inter Roma 5-2. Rikthehemi ke fitoria, rikthehet kapiteni, rikthehet me dopjo, me një dopjet shumë të bukur, rikthehet i gjithë ekipi, rikthehet pikërisht ai Inter agresiv që ne kërkonim, ai Inter që na ka mësuar në gjithë të sezon se si overperformohet. Të gjithë lojtarët absolutisht kanë super performuar sot, një fitore të rëndësishme pikërisht në këtë javë, pikërisht në këtë moment të kampionatit ku mbeten edhe 7 ndeshje, ku nesër do presim përballjen direkte të dy kundërshtarëve, Milan kundër Napolit. Momentalisht shkojmë në +9 dhe +10, le të shohim çfarë do ndodhi, por sot ishte të rëndësishme që të fitonim. E nisa me Lautaro Martinez, jo pa qëllim, por ky është simboli i Interit, ky është fytyra e Interit dhe e pat me rikthimin e tij pas një periudhe të gjatë, një Inter i cili nuk ishte fituar për 3 ndeshje radhasi në kampionat, rikthehet dhe bën një paraqitje fantastike sot. Kjo jo vetëm për rezultatin, por edhe atë çka lojtarët dhe i gjithë grupi dha sot në fushën e lojës. Një Lautaro Martinez, nuk e di nëse e vu të re një detaj shumë të rëndësishëm përpara vërshëllimit së fillimit ndeshjes, ishte Lautaro Martinez, ai i cili i përqafoi një nga një shok të ekipit, duke sikur po i thoshte forca, jemi këtu t'japim të gjithë atë çka kemi, agresivitetin dhe le të shkojmë ta marrim këtë kampionat. Dhe ndodh ajo që realisht na habiti gjithë sot. Super performance. Sot kemi parë Marcus Thuram më të mirë të sezonit. Gjithashtu kemi parë Barelën më të mirë të sezonit. Dhe në tërësi, i gjithë ekipi sot ishte më i lirshëm. Si në aspektin psikologjik, ku duket sikur kishte fituar një besim, ajo që i kishte munguar faktikisht ndeshjeve dhe periudhës fundit ku Lautaro nuk kishte qenë prezent. Pra siç e thash, nis loja dhe Inter menjëherë shënon gol. Marcus Thuram që merr topin nga një top i gjatë i Akanshit, triblon mbrojtësin dhe fut atë asist në qendër të zonës. Lautaro Martinez gjendet aty nuhatës shumë i mirë i golit, shënojmë 1-0. Dhe le të themi që 8 deri në 10 minuta Interi po bënte pressing shumë lart, Roma realisht nuk po kuptonte asgjë. I gjithë Interi ishte në trysni, pat edhe një rast për shënimin e golit i dytë, por më pas ndodhi diçka që le të themi na riktheu disi ato makthet e ndeshjes fundit kundër Fiorentinës. Arritëm ta zhbllokojmë, por nuk e di çfarë ndodhi, Roma mori kontrollin e topit, rreshtimi i Interit ishte disi më mbrapa dhe i dha hapësirë Romës për të rrezikuar dhe ja ku erdhi edhe goli i barazimit të Romës. Në një moment ku gjithë menduam që do e vuajnë lojtarët e Interit këtë gol, sepse absolutisht kur ti je gati për ta mbyllur pjesën e parë për të shkuar në dhomat e zhveshjes në avantazh, vjen ai gol që le të themi jo i papritur, sepse Roma e meritoi dhe luajti. Faktikisht tentoi për ta shënuar atë gol dhe arriti ta shënojë atë gol. Një gabim në qendër të mbrojtjes ku Acerbi duhet ishte aty faktikisht. Por ai që nuk e lejoi këtë ishte pikërisht Hakan Çalhanoğlu, një magji e Çalhanoğlu's, çfarë ka bërë Çalhanoğlu, çfarë goditje. Nuk e di nëse e vu të re çfarë trajektore mori topi, zvilar nga portierët më të mirë, le të themi Cerisa. Nuk arriti, ishte gol fantastik dhe është pikërisht ajo çka e ndihmoi ekipin shumë pasi shkuam në dhomat e zhveshjes në avantazh 2-1. Më pas pjesa e dytë, pas asaj performancën pjesën e parë, pjesa e dytë le të themi që ishte një dishes. Dhe kjo jo vetëm për rezultatin tenistik, siç shkoi 5-2, por edhe për mënyrën sa lirshëm lojtarët e Interit po zbrisnin, rikuperonin topin, hapnin, gjenin korridore, asist. Dhe pikërisht ishte Marcus Thuram që sërish merr topin, i jep një super asist për Lautaro Martinez dhe është shumë e thjeshtë për kapitenin, nuhatës i frikshëm i golit që të shënoi gol 3-1. Ishte pak fotokopje nëse ju kujtohet Inter Barcelona e vjetshme në Champions League. 3-1, direkt 1 minutë, 2 minuta, ajo goditje nga këndi, Marcus Thuram është aty pikërisht për ta përmbyllur të gjithë performancën e tij fantastike sot, 2 asist dhe 1 gol, shënon gol, zvilar mbetet i palëvizur 4-1. Dhe dua të ndalem pak sepse qershia mbi tort vjen tani. Një Barela aq shumë e kritikuar, aq shumë madje edhe i fishkëllyer që kemi disa kohë, po bëhet një kohë e gjatë që Barela nuk ishte ai që ne njihim, nuk ishte ai që na ka mësuar. Barela sot ka bërë një super paraqitje. Dhe siç e thash, qershia mbi tort ishte pikërisht ai gol i Barelës në 5-1 që shkoi. Edhe në atë rast madje u tregua altruist, por duhet godasin disi më shpesh, u tregua altruist, mendoi që të jepte një asist, topi ju rikthye, shënoi gol 5-1 Barela për t'u evidentuar sot. Përpara se të shkoj ke
goli i Romës, dua një ndihmë nga ana juaj, nuk di se këtë përzgjedh sot njeriu në ndeshje sepse në radh parë është kapiteni i cili për post të gjithë impaktit që ka, për post të gjithë lojës piset që bën, tërheqjes së mbrojtësve që bën, hapësirave që u krijon shokëve, shënon, rikthehet me një dopjet golashnuesi më i mirë i Serie A. E dyta, Marcus Thuram, sot 2 asis, 1 gol. Marcus Thuram më i mirë i sezonit deri tani që kemi parë. 3. Çalhanoğlu duhet të evidentuar ka bërë 2 ndeshje të plota 90 minuta me Turqinë në eliminatorët e botrorit dhe sot rikthehet dhe bën një performancë fantastike, jo vetëm me golin e shënuar, por ishte i kudo ndodhur. Si në rikuperime topi, ashtu edhe në hapje dhe në ndihmë. Edhe pse sot ishte i ndihmuar nga Zelinski dhe çfarë fati kemi që të luajë me doppio play, Çalhanoğlu 3. I katërti dhe dua ndihmën tuaj të zgjedh më të mirin në fushë. Sot i katërti, siç e thashë te Barella, pas shumë kritikave, periudhe të vështirë, si në aspektin psikologjik, si në aspektin fizik, sot Barella ishte i kudo ndodhur. Madje përveç golit na ka ndihmuar, kemi rikuperuar edhe disa topa shumë të hidhët në tranzicion të lojës që kishte Roma, pra në kundërsulme që na kapi Barella është ai që na ka shpëtuar duke rikuperuar disa topa shumë të hidhët. Ndeshja shkon 5-1, absolutisht që disi vëmendja bie, Roma shënon golin në 5-2, megjithatë nuk ndryshon asgjë. Dua të evidentoj me zëvendësimet që Kivu bëri, patjetër Lautaro nuk i kishte 90 minuta në lojë, kështu që u detyrua ta ishte. Nga lojtarët që u futën, Boni më pëlqeu, impakti i Bonis ishte shumë i mirë, gjithashtu Darmian më pëlqeu. Dua të them që realisht mbrojtja pa Bisek dhe nëse spostohet Akanji si tercino i djathtë, pra në treshën e mbrojtjes i djathtë, Akanji performon shumë mirë. Nga Acerbi priset disi më mirë, megjithatë ishte shumë e rëndësishme. Të shohim çfarë do ndodhi nesër dhe kam një mesazh për gjithë kundërshtarët e Interit. Vazhdoni dhe bëni ato tabelat, vazhdoni bëni këtu do lëm pikë, këtu do fitoj Interi, këtu do lë pikë Interi, këtu do barazoj, këtu do bëni tabelat. Vazhdoni bëni tabelat. Ndërkohë nesër presim që le të hanë njëri tjetrin. Në të mirë në të keqe, forca Inter, ky është një sinjal shumë i fortë. Jemi këtu, jemi gati për ta marrë këtë titull. Ju përshëndes.